Momentin që kishte një vot pa përgjithua dhe dërguesin që të atë nuk e dinë se ishte dërgues apo jo, sepse ishte pjesa kur rrim dërguesit. E kontestoj në shumë forës, duke vërtetë në zërë lartë, dhe unë u afrova dhe u thash që që të thoni, do ta shohim votën, ta vlerësojmë dhe do të kemi përgjigje. Njëkohësisht, ju thash që duhet që të thoni. Ata nisën përsëri duke ngritur zërin dhe duke konfirmuar, dhe unë ju thash do marr mosha për të ndërtuar në Sezarë. Në këtë rast, ata kaluan perimetrin e sigurisë dhe atëra, vota që po kontestuar ishte vota e Orlando Rakitit, ishte vota e Partisë Socialiste. Normalisht duhet të ishin njerëzit e si kandidatë. Dhe në këtë rast, ne ishim vetëm për ta vlerësuar dhe për të jetë mundësi për ta vlerësuar, për ta ndaluar, për ta vlerësuar. Tani, në ato momente nuk na lanë mundësi, sepse në rast se procedura e parafikojnë qovë se ka kontestim. Dhe në mundësi që kontestojnë, duhet të ndjerët këtë ardheja për ta vlerësuar. Dhe këtë mundësi nuk është që na dhanë për ta bërë një vlerësim.